Incidenti i ndodhur gjatë transmetimit live të primet të BBV4, ku Jos Marku përpara se të lindte shtëpinë e Big Brotherit, goditi me shuplak gjestin, vijon të jetë në qendër të vëmendjes. Pas ndodhisë që shokoi të gjithë banorët e shtëpisë si dhe publikun shqiptar, kurioziteti ka qenë i madh për të zbuluar se çfarë po ndodh me Josin. Ku qëndron ai, mirë po në rrjet, pas incidentit të ndodhur, kanë qarkulluar disa video ku Josi shfaqet në një gjendje të mirë shëndetësore dhe emocionale, i qeshur dhe në prezencën e shoqërisë së tij. Së fundmi mësohet se Josi është parë pranë një ringu boksi, talenti dhe dëshira e këngëtarit shqiptar për aktivitete fizike si palestër apo boks. Është goxha e madhe, e këtë e ka dëshmuar më së miri, sa kaq këto video janë pasuar me reagime të shumta, ndërto negative por ka patur dhe pozitive pasi disa prej njerëzve e kanë përkrahur Josin për gjestin e pahishëm që ai bëri në BBV4. Kujtojmë se Loredana pas kësaj ngjarje u shpreh se nga disa biseda të zhvilluara me Josin, ky i fundit është në një gjendje të rënduar emocionale. Por në fakt videot që po bëjnë xhiron e rrjetit dëshmojnë të kundërtën. A do i kërkoj Josi sërish falje gjestit për gabimin e bërë, nëse ai e quan si të tillë? Kjo nuk dihet akoma.